Kur prindërit plaken. Lërini të plaken me të njëjtën dashuri me të cilën ju rritën, lërini të flasin dhe të tregojnë të njëjtat histori edhe pse i keni dëgjuar me 10 herë, por bëjeni me të njëjtin durim dhe interes me të cilin ata i dëgjonin historitë tuajat kur ishit fëmijë. Lërini të fitojnë, ashtu si shpesh ju linin ata të fitonit kur ishit të vegjël. Lërini të shijojnë bisedat me nipërit dhe mbesat e tyre, sepse tek fytyrat e tyre ata ju shohin ju kur ishit fëmijë. Lërini të jetojnë me sendet që i kanë shoqëruar për një kohë të gjatë, sepse vuajnë kur ndjejnë se po u shkulnin ndonjë copës nga jeta e tyre. Lërini të gabojnë, ashtu siç keni gabuar edhe ju shumë herë. Lërini të jetojnë dhe përpiquni t'i bëni të lumtur në pjesën e fundit të udhëtimit të tyre, ashtu siç ata ju mbajtën për dorë e bën gjithçka të mundur kur ju nisët udhëtimin tuaj. Dashuria dhe respekti për prindërit tanë është një detyrim i shenjtë. Allahu na ka urdhëruar që t'i trajtojmë me butësi dhe respekt, veçanërisht kur arrijmë pleqërinë. Në Kur'an, Allahu thot: Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër post tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as as mos u bëj vrazhd ndaj tyre, po atyre thuaj fjalë të mira, të buta, respektuese. Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun për ulës e respektues dhe thuaj: Zoti im, mëshiroj ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël. Surja Isra 23-24. Këto ajete na kujtojnë se prindërit janë një bekim i madh dhe se sjellja jonë ndaj tyre është një provë e besimit ton. Kujdesi dhe dashuria për ta janë një rrugë drejt xhenetit. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë: ai që nuk ka mëshirë për të vegjëlit dhe nuk respekton të moshuarit, nuk është prej nesh. Hadith Al-Tirmidhi. Ka një moment në jetën tonë kur rolet ndërrohen, kur ata që dikur na rritën, na mbajtën për dorë dhe na mësuan gjithçka, tani kanë nevojë për dashurinë dhe kujdesin ton. Kur prindërit plaken, është koha jonë t'i duam dhe t'i respektojmë ashtu siç ata bën për ne. Le të kujdesemi për prindërit tanë, t'i duam dhe t'i respektojmë, sepse ata janë bekimi më i madh që Allahu na ka dhënë. Dashuria dhe kujdesi për ta është një rrugë drejt xhenetit. Ky është një mesazh që të gjithë duhet ta dëgjojnë sepse dashuria për prindërit është një nga rrugët më të bukura drejt xhenetit. Nëse ky mesazh të preku zemrën dhe mendon se duhet të përhapet, më ndihmo duke përqyer, shpërndar dhe duke u abonuar në kanalin tim. Së bashku mund të sjellim më shumë dashuri dhe reflektim mbi vlerat tona. Faleminderit që je pjesë e këtij rrugëtimi. Deri në videot e radhës, paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ne.